përparoni në besim për të përballur me armiq më të mëdhenj dhe më të fuqishëm se vetja. Gjigant të mëdhenj dhe të gjatë. Gjigant, dinak dhe mizor. Por le të mos ja mbathim nga beteja. Vraponi drejt fitores, sepse Perëndia ynë ecën përpara nesh si një zjarr që konsumon, që ne të mund të luftojmë me gigantin e frikës, të shkatrojmë gigantin e dekurajimit, të çlirohemi nga vetmia, të fitojmë mbi shqetësimin, të ruajmë veten nga faji, të zbusim gigantin e tundimit, të sulmojmë zemërimin, të çarmatosim dyshimin kur ndihemi të kapur dhe të gjejmë lirinë duke mposhtur dështimet. Perëndia ynë do t'i vrasë gjigantët të tokë dhe do t'i rrëzojë përpara nesh. Përmes fuqisë së tij, ne mund t'i dëbojmë dhe t'i shkatrojmë shpejt, siç na ka premtuar Zoti. Mos kini frikë. Perëndia ynë është me ne. Ai do të na fuqizojë. Ne mund t'i mundim gjigantët tanë. Ne mund ta fitojmë betejën. Ne mund të jetojmë si fitimtarë. Pasi dera e apartamentit të saj të vogël u mbyll në vitin 1949, Marjorie Goff doli vetëm 3 herë në 30 vjet. Ajo doli një herë për t'i dhënë pak akullore një mikeshe që ishte smur. Doli herën e dytë për të bërë një operacion dhe doli për herë të tretë për të shkuar në varrimin e një antari të familjes. Por përveç këtyre herëve ajo u fut në shtëpinë e saj kur mbushi 31 vjeç dhe nuk doli që aty derisa ishte 61 vjeçe. Ajo e burgosi veten për 30 vjet rresht. Ajo vuante nga ajo që quhet agorafobi, që është frika nga hapësirat e hapura. Prandaj ajo e mbylli veten brenda. Këtë javë kam lexuar për një burr që ngjiste një kamion dhe që i duhet kalonte urën në Chesapeake Bay dhe ai kishte frikë se ndonjë ditë do ta ndalonte kamionin në mes të urës, të dilte nga kamioni dhe pastaj të hidhej nga ura. Kjo është një histori e vërtetë, prandaj gruaja e tij ra dakord që ta lidhte me pranga në timon që të mos tundohej ta bënte këtë. Këto janë disa nga historitë e çuditshme për njerëzit me fobi të ndryshme, por më lejoni t'ju bëj këtë pyetje. Sa prej jush kanë frikë nga ndonjë gjë e caktuar, dua që të ngrini duart. Ha pra zonja, nuk është se ju pëlqejnë gjerprin dhe minimangat, e di këtë. Disa prej jush kanë frikë nga ashensori, disa prej jush kanë frikë nga lartësi, disa prej jush kanë frikë nga avioni. Nuk e di se cila është frika juaj. Jo domosdoshmërisht po flasim pikërisht për këto gjëra sot, por sot po flasim për shpirtin e frikës që mund të pushtojë jetën e dikujt. Një frikë që mund të vijë dhe të fillojë të dominojë, sepse në thelb frika nuk është e keqe. Perëndia e krijoi frikën që ne të mund të kishim shpërthime të papritura energjie, force dhe shpejtësie në rast nevoje. Por kur frika bëhet një gjendje e përhershme, mund t'ju paralizojë shpirtin, t'ju terrorizojë zemrën dhe t'ju penalizojë jetën. Më duhet ta pranoj se gjatë 30 viteve si pastor dhe mësues jam përballur me frikën më shumë se një herë. Kam qenë në spitale kur familje kanë marrë lajme tragjike dhe kam parë frikën në jetën e tyre. Jam përpjekur të ndihmoj bashkëshortët që ju është thënë se partneri po divorcohej prej tyre. Kam qenë i pranishëm kur një doktor u ka thënë 2 prindërve të rinj që foshnja e tyre e sapo lindur kishte një problem. Kam qëndruar dhe kam folur përpara turmave të mëdha dhe besojeni ose jo, të merrohesha edhe kur e mendoja këtë. Më shthyer zemra nga frika kur kam parë 2 djemtë e mi të goditeshin në rënd në fushën e futbollit dhe qëndronin të shtrirë për një kohë që më dukej si përjetësi. Kam qëndruar gjithë natën me vajzën time Jenniferin në spital pasi kishte goditur kokën duke luajtur futboll kur ka qenë vogël. I kam parë fëmijët e mi teksa fillonin një shkollë të re dhe kam parë frikë në sytë e tyre teksa vrisnin mendjen se do të pranoheshin nga tjerë dhe çdo gjë do të shkonte mirë. Kam udhëtuar me ta përgjatë vendit për t'i çuar në universitete shumë larg
dhe kam ndier frikën e tyre teksa i shihja të futeshin në konvikt për herë të parë dhe përpiqeshin të njiheshin me njerëz që si kishin takuar kurrë më parë në jetën e tyre. Dhe personalisht e kam njohur atë lloj frike që të mbërthen kur të thonë se ke një sëmundje shumë të rëndë. Frika nuk është e panjohur për mua, dhe me siguri nuk është e panjohur as për ju. Nëse jemi të sinqert, ne ngjajmë shumë me atë djalin e vogël që kishte 2 fjali për të thënë në një dramë. Dhe 2 fjalit që duhet të thoshte kur të dilte në skenë ishin këto: jam unë, mos kini frikë. Por kur doli në skenë, pa gjithat publik dhe ja se çfarë doli nga goja, jam unë dhe kam shumë frikë. Dikush e ka përkufizuar frikën si një pikë të vogël dyshimi që vjen rrotull në përmendje dhe në fund krijon një kanal kaq të madh sa të gjitha mendimet tuaja rrjedhin nëpër të. Biblia nuk na i përshkruan njerëzit e Perëndisë si njerëz që jetojnë pa frikë. Nuk ekziston një realitet pa frikën, gjithmonë do të kemi një lloj frike. Në fakt në dhjetën e vjetër apo në dhjetën e re kemi shumë histori që dominohen nga tematika e frikës. Po gjithë ato histori me dishepujt në detin e Galiles gjatë natës kur vinte ndonjë stui dhe ata ishin kaq të friksuar, por pastaj vinte Zoti dhe qetësonte detin. Në shumë raste shohim se frika është tema kryesore e historisë, siç është ajo e Davidit me Goliathin. Arsyeja sepse Sauli nuk shkonte dhe të përballej me Goliathin ishte sepse kishte frikë. Në gjithë Izraeli nuk mund gjendej njeri që të ishte i gatshëm të luftonte me këtë gjigant, përveç Davidit. Por sipas mendimit tim, në historinë e dhjetës së vjetër, që ilustron më mirë parimin e frikës me cilin përballemi ne çdo ditë, është historia e 12 spionëve që u nisën nga Kadesh Barnea dhe shkuan në tokën e Kanaanit për të spionuar tokën që Perëndia u kishte dhënë atyre. Kryesisht kjo histori na tregohet tek numrat 13 dhe 14, por kemi edhe një version të përmbledhur dhe të rishikuar në kapitullin e parë të librit të ligjit të Përtërir. Prandaj dua që t'i hapim Biblat te ligji i Përtërir, kapitulli i parë. Dhe aty, duke filluar që nga vargu 19, kemi të regjistruar këtë ngjarje të historisë së Izraelit. Miq, ajo që dua të bëj sonte është që ta marr këtë histori, por ta tregoj atë duke ndërtuar atë histori rreth parimit të frikës që na shpaloset në tekst. Nëse e keni parasysh këtë panoram, e dini se ajo që kishte ndodhur ishte se Izraeli ishte çliruar nga Egjipti dhe pasi kishin kaluar atë shkretir të vogël, tani ishin në prag për të futur në tokën e Kanaanit. Kjo ishte toka që Perëndia u kishte premtuar atyre, kjo ishte toka që Perëndia i kishte dhënë Abrahamit. Dhe ishte një tokë nga ku rrithte qumësht dhe mjalt, kjo ishte toka e premtuar, toka të cilën ata e kishin ndëruar gjatë gjithë këtyre viteve të skllavërisë në Egjipt, dhe ja ku gjenden tani në prag të hyrjes në tokën e Kanaanit. Dhe Perëndia i lejon ata që të dërgojnë disa spionë për ta kontrolluar këtë tokë dhe për të zbuluar mënyrën më të mirë për të futur dhe për të parë qytetet. Dhe e dini historinë, 12 spionët futen në tokë për të spionuar. Dhe teksa e shqyrtojmë këtë histori, i shohim qartë këto parime dhe ato na kujtojnë se parimet që na sundojnë kur pushtohemi nga një frymë frike nuk janë as pak të ndryshme sot nga sa ishën në kohën e Josueu dhe Kalebit. Sepse gjë e parë që kuptojmë teksa lexojmë historinë është se frika e shpërfill planin e Perëndisë. Nëse fillojmë të lexojmë që nga vargu 19 lexojmë këto fjalë: pastaj u nisëm nga mali e Horebit dhe përshkuam gjithë atë shkretëtir të madhe dhe të tmerrshme që keni parë, duke u drejtuar nga krahina malore e Amorenjve, ashtu si na kishte urdhëruar Zoti, Perëndia ynë, dhe arritëm në Kadesh Barnea. Atëherë ju thash, është Mojsiu që flet: keni arritur në krahinën malore të Amorenjve që Zoti, Perëndia ynë, na jep. Ja, Zoti Perëndia ynë e ka vënë vendin para teje, ngjitu dhe shtjere në dorë, ashtu siç të ka thënë Zoti, Perëndia i jetërve të tu. Mos ki frikë dhe mos u ligështo. Ja ku ishte mandati i tyre për të zotruar tokën, këtu kemi ftesën për të shkuar dhe për të marrë tokën që Perëndia u kishte premtuar. Por ata nuk donin të shkonin për shkak të frikës. Frika pushtoi jetën e tyre dhe ata nuk mund ta lejonin veten që të besonin se në fakt Perëndia i kishte sjellë ata në vendin e trashëgimisë dhe bekimit të tyre. Dua t'ju tregoj diçka që e shkakton frikën nëse e lejoni që t'ju sundoj jetën. Do t'ju ndaloj të përjetoni planin e Perëndisë për jetën tuaj,
sepse duhet kuptoni që edhe ne sot kemi një trashëgimi. Trashëgimia jonë na është ripërsëritur përmes fjalëve të Palit drejtuar Timoteut, dhe aty Pali na thot se Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Perëndia nuk na ka krijuar që të jemi krijesa të sunduara nga frika. Ai na ka dhënë parimin e besimit mbi të cilin të jetojmë. Dhe nëse ne vendosim që të jetojmë me frikë, ne po shpërfillim planin e Perëndisë për jetën tonë. Parimi i dytë në këtë pasazh të shkrimit është se frika shtrembron qëllimet e Perëndisë. Më duket interesante se çfarë mund të ndodhë me ne kur frika fillon të zotrojë jetën tonë. Çdo gjë del nga këndvështrimi i dur, çdo gjë fillon të shtrembrohet. Dhe në këtë histori kemi një ilustrim për këtë. 10 burrat që u kthyen nga Kanaani me raportet e tyre, sollën një panoramë shumë të shtrembruar të atij vendi. Për këtë lexojmë në vargjet 27 dhe 28, ku shkrimi na thot: "Dhe murmuritët në çadrat tuaja dhe that: Zoti na urren, për këtë arsye na nxori nga vendi i Egjiptit për të na dorëzuar në duart e amorinjve dhe për të na shkatruar. Ku mund të shkojmë? Vëllezërit tonë na pezmatuan zemrën duke na thënë: është një popull më i madh dhe më shtatlart se ne. Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell, pa mbile edhe bijt e Anakimit." Këta 10 burra u kthyen dhe u than izraelitëve: "Ajo është një tokë madhështore, por nuk mund të shkojmë aty. Nuk ka mundësi që të futemi në atë tokë. Pse? Sepse toka ishte mbushur me bijtë e Anakimit. Kjo është fjala që nënkupton gjigantët. Dhe ata vërtet pan gjigant, por nuk ishte prova që çdo njeri që pan aty ishte një gjigant. Sa prej jush e din që frika merr një gjigant dhe e shndron atë në një popullsi të tërë. Keni vënë re këtë? Ju frikson. Ata pan qytete me mure të larta. Dhe në fakt banorët e tokës së Kanaanit u kishin bërë aq përshtypje sa u kthyen të bindur në vetvete se arsyeja sepse Perëndia i kishte sjellë në prag të hyrjes në Kanaan ishte sepse ai u urrente ata dhe donte që t'i shkatronte. Mund të thoni ky është mendimi më i paarsyeshëm që mund të kemi për Perëndin. Gjithsesi, kur frika fillon të na kontrollojë jetën, nuk mendojmë siç duhet dhe zhduket arsyetimi ynë. Frika na shtrembron jetën dhe këndvështrimin për çdo gjë. Nëse jeni të vendosur që ta lejoni frikën të pushtoj jetën tuaj, të jeni të sigurt se do të keni një këndvështrim të shtrembruar për jetën. Frika do të marrë çdo gjë që po ndodh në jetën tuaj dhe do ta shkatroj. Do të marrë çdo gjë që po ndodh në jetën tuaj dhe do ta shtrembroj. Dhe do të dekurajoj çdo njeri me të cilin keni lidhje. Duhet kuptoni që frika nuk është diçka izoluar. Frika nuk është diçka që ju pret vetëm juve. Frika prek cilin do që ju prekni. A nuk është interesante kjo? Mendoni për një çast. 10 burra nga të 12 u kthyen me raporte të këqija. Dhe ata 10 burra e vendosën aq shumë fatin e të gjithë kombit të Izraelit, sa i gjithë drejtimi i kombit ndryshoi për 40 vitet e ardhshme. Vetëm nga dëshmia e 10 njerëzve. Sa prej jush e din që frika është ngjitse. Dikush ka thënë se kur ata u kthyen nga toka e Kanaanit, ata jo vetëm që folën për gjigantët që pan aty, por ata kishin marrë me vete një prej gjigantëve, gigantin e frikës. Dhe ai gjigant erdhi rrotull nëpër kampin e tyre dhe shkatroi çdo gjë që ishte në zemër të gjithë kombit. Është gati njësoj sikur të ndodheni në mes të një ndërtese të madhe, të mbushur me njerëz dhe papritur dikush të bërtas zjarr. Dhe gjithë situata ndryshon. Frika shtrembron qëllimet e Perëndisë dhe dekurajon njerëzit e Perëndisë. E katërta, frika bën edhe diçka tjetër. Frika nuk u beson premtimeve të Perëndisë. Vini re në vargjet 29 deri në 33 se me sa kujdes janë zgjedhur fjalët që na jepen. Atëherë unë ju thash, mos u tremni dhe mos kini frikë nga ata. Zoti, Perëndia juaj që shkon para jush, do të luftojë ai vetë për ju, ashtu si ka bërë para syve tuaj në Egjipt dhe në shkretë të tjerë, ku ke parë se si Zoti, Perëndia ju të ka shpënë ashtu si një njeri çon fëmijën e tij, gjatë gjithë rrugës që keni përshkruar derisa arritët në këtë vend. Megjithatë ju nuk patët besim tek Zoti, Perëndia juaj, që shkonte në rrugë para jush për t'ju gjetur një vend ku të ngrinit çadrat, me zjarrin e natës dhe me renë e ditës për t'ju treguar se cilën rrugë duhet të ndiqnit.
Miqtë mi, më dëgjoni me kujdes. Kjo sfidë në jetën e izraelitëve nuk kishte thjesht prezantimi i Perëndis për ta. Nuk është se Perëndia u tha, le të fillojmë që këtu dhe të futemi në tokën e premtuar. Perëndia kishte qenë me ta gjatë gjithë përvojës së tyre në shkretëtir, gjatë gjithë kohës që kaluan në Egjipt. Dhe Biblia na thotë se ai kishte mbajtur ata siç mban prindi fëmijën. Ai kishte ecur me ata në çdo gjë. Ai kishte qenë me ta, ai u kishte shërbyer, kishte luftuar betejat e tyre, ai u kishte siguruar ushqim, u kishte dhënë udhëzime përmes rreve dhe përmes zjarrit. Të gjitha këto përvoja ishin ngulitur në zemrat e tyre. Por ja ku gjenden tani përballë sfidës për të bërë atë që Perëndia u thotë, por duket sikur gjithçka që ka bërë Perëndia për ta është zhdukur. E dini se çka mësuar ndërsa po plakem? Që ndërsa besimi është i rëndësishëm dhe është e rëndësishme që të ndërtojmë muskujt e besimit, ndonjëherë duket sikur çdo përvojë e besimit fillon nga fillimi. E keni vënë re këtë? Duket sikur nëse e keni parë Perëndin të bëjë disa gjëra të mëdha për ju në të shkuarën, duhet jeni në gjendje të mbështeteni tek kjo dhe ta keni të lehtë besoni atij sërish, por ju e dini se ndonjëherë nuk funksionon kështu. Dhe izraelitët janë një shembull i qartë i kësaj. Ata vendosën se pavarësisht se çfarë kishte bërë Perëndia për të treguar mirësinë e tij ndaj tyre, ata nuk do t'i besonin fjalës së tij. Frika nuk u bindet parimeve të Perëndis. Kjo është e pesta. Vini re në vargun 26, por ju nuk deshët të ngjiteni dhe ju ngritët krye kundër urdhrit të Zotit, Perëndis suaj. E di që kjo do t'jetë paksa e ashpër për disa prej jush, por më lejoni t'ju them sërish. Ktu qëndron thelbi i gjithë kësaj. Frika është mosbindje. Frika është të mos i bindesh Perëndis. Në Bibël e gjejmë shumë herë një shprehje të shkurtër. E dini cila është? Mos ki frikë, thuani me zot lart, mos ki frikë. Sa herë duhet të na e thotë Perëndia që të mos kemi frikë, që ne të kuptojmë se nëse kemi frikë, nuk po bëjmë atë që Perëndia na thotë bëjmë. Dhe ai pra që di të bëjë të mirën dhe nuk e bën mëkat. Mund thoni po pastori Jeremia nuk e mposh dot frikën, po për këtë do të flasim pas pak. Por e dini se është shumë e rëndësishme që të kuptoni se Perëndia na ka dhënë parimin e besimit. Dhe nëse e mohojmë këtë parim, ne mohojmë planin e Perëndis për jetën tonë. Dhe frika shkatërron dhe nuk i bindet parimeve të Perëndis. Sa prej jush e dinë se nëse frika sundon jetën tonë, në fund ka për të shkatruar çdo gjë që Perëndia do që të bëjë për ne. Kush e di sa njerëz kam njohur të cilëve u ka folur Perëndia, ai u ka dhënë drejtimin e jetë mbase edhe i ka thirrur në ndonjë shërbes të caktuar, i ka thirrur në ndonjë mision, i ka thirrur që të bëjnë diçka të veçantë, por për shkak të frikës kanë refuzuar ta bëjnë dhe gjithë jeta e tyre është bërë një lloj udhëtimi kuturu, pa lidhje dhe pa kuptim. Miqtë mi, frika mund të na vjedh pikërisht atë gjë që Perëndia do të na jap. Frika është një forcë e madhe. Fryma e frikës që zotron një jetë mund ta pengojë Perëndin të bëjë atë që kërkon të bëjë në ju. Mund thoni pastori Jeremia, çfarë duhet të bëj me frikën? Nuk dua thjesht t'ju vënë në dukje këto probleme. Të gjithë dimë që frika është problem. Disa prej jush kanë ardhur këtu duke patur një problem të madh me frikën. Çfarë duhet bëjmë kur frika fillon të zotrojë jetën tonë? Po dua t'ju tregoj 4 ose 5 gjëra që i kam mësuar duke studiuar fjalën e Perëndis. Numri 1. Duhet përballeni me sinqeritet me frikën. Duhet përballeni me frikën. Nuk do të largohet vetvetiu. Nëse keni një frymë frike që ju ndjek nga pas dhe nuk ju lë të qetë, nuk do të thotë se do të vijë një ditë dhe ajo nuk do të jetë me aty, duhet përballeni me të. Duhet që së pari të kuptoni se çfarë po ju shkakton këtë frikë. Ka patur njerëz që më kanë thënë, "Di pastor, nuk e di se nga se kam frikë, por kam një frymë frike." Duhet i kërkojmë Perëndis që të na ndihmojë që ta izolojmë këtë frikë dhe të përballemi me të. Së dyti, tashmë e përmenda pak më parë këtë, por më lejoni që ta them në një kontekst pozitiv. Duhet që frikën t'ja rrëfeni Zotit. Rrëfeni si mëkat. Nëse Perëndia thot mos ki frikë dhe ne kemi frikë, ne nuk po i bindemi Perëndis. Mund thoni po nuk mund t'i kontrollojmë dot ndjenjat, jo, nuk mund t'i kontrollojmë ndjenjat, por mund të lejojmë vullnetin tonë që t'i bindet zërit Perëndis. Dhe mund ta mbushim jetën tonë me të vërtetën e tij. Psalmi 34:4 thot, "Unë e kërkova Zotin dhe ai më përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerrat e mia." Ka vetëm një mënyrë për ta hequr qafë frikën, si çdo mëkat tjetër, ne duhet ta pranojmë atë, ta rrëfejmë, të pendohemi për të dhe të shpallim premtimin e Perëndis për falje dhe pastaj të vazhdojmë jetën.
Së treti, duhet që të shpallni mbi vete premtimet e Perëndisë për mbrojtje. E dini që Bibla është e mbushur me premtime, dhe nëse do t'isha dikush që ka një frym frike, do të merrja disa pusulla të vogla, do të shkoja sot në shtëpi dhe gjitha këto referenca që do t'ju jap pas disa çastesh, do të filloja t'i shkruaja vargjet në këto pusulla të vogla, dhe njërin do ta vendosja te xhami i makinës, një tjetër do ta vendosja te muri i banjës, një tjetër do ta vendosja poshtë xhamit të tryezës sime, një tjetër do ta mbaja në portofol, mbase në xhepin e brendshëm, edhe sa herë që ajo frym frike të fillojë të më pushtojë jetën, do të nxjerr një nga premtimet e Zotit plotfuqishëm dhe do ta lexoj me zë të lartë. Perëndia na i ka dhënë këto premtime për të na inkurajuar dhe forcuar. Isaia 41:10, ta lexojmë me zë të lartë bashk. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Mos se humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime. Kur armiku vjen dhe ju përsërit ato përshpëritjet e vogla të frikës, mund t'i thoni, harroje. Kam një fjalë nga Perëndia. Mos ki frikë. Duhet bëni diçka tjetër që do t'ju duket paksa e çuditshme dhe mbase si një përgjigje e thjeshtë, por nuk është e tillë, më dëgjoni me vëmendje. Duhet të kultivoni një marrëdhënie më të ngushtë me Perëndin. Mund thoni pastori Jeremia, nuk gjetet dot diçka pak më origjinale se kjo, por duroni pak, sepse është vërtet e rëndësishme. Nga 12 burrat që u kthyen, ishin edhe 2 burra që pan çdo gjë që pan edhe të tjerët. Jozueu dhe Kalebi shkuan në çdo vend ku shkuan edhe burrat e tjerë, dhe ata i pan gjigantët, ata pan çdo gjë, pan qytetet me mure të larta, por ata u kthyen me një tjetër këndvështrim për gjërat. Ata u kthyen dhe thanë, ne mund ta bëjmë këtë. Shpesh më pëlqen të them njerëzve se ndryshimi është se 10 burrat që u kthyen me raporte negative i pan gjigantët duke i krahasuar me veten, kurse Jozueu dhe Kalebi i pan krahasuar me Perëndin, sepse krahasimet që bëjnë shumë ndryshim. Dhe shkrimi na thot se të vetmit prej tyre që u lejuan të futeshin në tokën e premtuar ishin Jozueu dhe Kalebi, dhe arsyeja sepse Perëndia i bekoi ata ishte se ata kishin diçka të veçantë dhe të ndryshme nga 10 burrat e tjerë që përfaqësuan Izraelin në udhëtimin e zbulimit. Kur ata hynë në këtë tokë të cilën Perëndia u kishte premtuar, dhe pan gjigantët dhe muret e larta, dhe të gjithë terrorin e asaj toke, për cilën Bibla thot i përpinte banorët e saj, Jozueu dhe Kalebi i pan të gjitha këto dhe thanë, po kjo nuk është problem për Perëndin. Do me thënë, Perëndi, ne mund të bëjmë këtë, Perëndi ti na ke dhënë këtë tokë dhe ne mund t'ja dalim. Prandaj, ajo që duhet bëjmë kur kemi frikë, është të kultivojmë një marrëdhënie me Perëndin që të na bëjë të fillojmë të kuptojmë se kush është Perëndia dhe cilat janë aftësitë e tij, cila është fuqia e tij, dhe pastaj të fillojmë ta shohim frikën tonë nga këmbvështrimi i Perëndisë që është i madh, madhështor, i fuqishëm dhe për cilin asgjë nuk është e vështirë. Në dhjatën e re kemi një varg, dhe nëse do të më duhet të zgjidhja një varg si vargun më të rëndësishëm për frikën, në të gjithë Biblën do të ishte ky, dhe këtë s'mund ta thoja dot derisa fillova studimin gjatë kësaj jave. Është tek 1 Gjoni 4:18. Dhe tani do ta lexoj për ju. Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. Një nga predikuesit e mi të preferuar të një brezi tjetër është një njeri quaj Harry Ironside. Harry Ironside thot se ai dhe djali i tij i vogël, kur djali i tij ishte ende i vogël, në shtëpinë e tyre luanin një lojë që quhej Arind. Ai thot, unë isha Ariu, kurse i mbir ishte ai të cilin unë ndiqja dhe ai më shihte, sot nuk janë më Arind, janë përbindshët. Por në kohën e tij ishin Arind. Dhe ai thot, këtë lojë e luanim gjithmonë, pastaj shton se një ditë, ndërsa ishin duke luajtur këtë lojë, nga zëllimi i pushtoi pak më shumë, dhe djali mbeti në një cep dhe krejt papritur u friksua, dhe për një çast ai e fsheu fytyrën. Dhe pastaj duke qarë ju hodh babait të tij në qafë dhe i tha, unë nuk kam frikë nga ty, ti nuk je Ari, ti je babai im. Dhe pikërisht këtë do Perëndia që të bëjmë kur ne kemi frikë, apo jo? Të hidhemi në krahët e tij. Ai është ati ynë. E kundërta e frikës është dashuria. Kur ne e kuptojmë se sa shumë na do Perëndia, kur ne kapemi fort pas kësaj të vërtetën, nuk do të kemi frikë. Ne do ta dimë se ai na do aq shumë sa nuk do të lejonte asgjë në jetën tonë që do të na lëndonte apo do të na shkatronte. Ai është ati ynë dhe ai na do jashtëzakonisht.
Po ju them edhe një mendim të fundit. Deri tani, kryesisht u kam folur besimtarve për frikën sepse të gjithë ne përballemi me të. Por duhet të marr një çast edhe t'i flas sot dikujt që mund të mos e njohë Zotin. E dini se një nga frikrat më të mëdha, mbas ajo që i pushton më shumë njerëzit se të gjitha të tjerat, është frika nga vdekja? Unë njoh disa njerëz që janë vërtet të tmerruar nga mendimi i vdekjes. Dua t'ju them diçka dhe e them sinqerisht këtë. Unë nuk kam frikë nga vdekja. Nuk kam. Unë e kam parë vdekje në fytyrë dhe nuk kam frikë. Domethënë, unë nuk dua të vdes, dua që të sigurohem që ta kuptoni këtë. Dua që të qëndroj këtu sa më gjatë dhe t'ju torturoj juve. Pora nuk është diçka e mrekullueshme që të mund të thuash me siguri të plot. Unë nuk kam frikë nga vdekja. E dini, një besimtar ka më të mirën që Perëndia ka për të këtu, dhe nëse Perëndia sjell vdekjen në jetën e tij, ai do të diplomohet për në pranitë të plotfuqishmit. Biblia na thot se Jezus Krishti erdhi në këtë botë, shkoi në kryq dhe pagoi ndëshkimin për gjithë mëkatet tona, që të mund të shkatronte atë që kishte fuqinë e vdekjes. Kush është ky? Djalli. Dhe që të mund të na çlironte nga skllavëria e frikës nga vdekja që na terrorizon gjatë gjithë jetës tonë. Prandaj nëse shihni një krishter që e njeh fjalën e Perëndisë dhe e njeh Perëndinë e fjalës, shihni dikë që është ndryshe nga çdo njeri tjetër në botë. Ai nuk është në ankth për vdekjen, ai nuk do të vdes, por nuk ka frikë të vdes, sepse di që do ta lërë këtë trup dhe do të banojë me Zotin. Dua që t'ju bëj një pyetje. A e keni këtë siguri sot në zemrën tuaj? A jeni të sigurt se nëse do të vdisni sot, do të shkoni të qëndronit me Perëndin? E vetmja mënyrë për t'u siguruar për këtë është që ta besoni Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj dhe ta ftoni atë në jetën tuaj, ta pranoni atë si Zot dhe si shpëtimtar, t'i kërkoni atij që t'ju largoj frikën nga vdekja dhe t'ju jap jetën e përjetshme. Dhe ai ka për ta bërë këtë. Ashtu siç dua të ftoj edhe miqtë e mi të krishterë që të largohen nga fryma e frikës dhe të fillojnë të besojnë në Perëndin që i do ata, dua që t'ju ftoj të gjithëve që mund të mos e njihni Zotin Jezus, që t'i jepni atij vendin e parë në jetën tuaj, t'i kërkoni që t'ju falë për mëkatet dhe t'ju jap jetën e përjetshme. Dhe pastaj ai do t'ju largojë frikën nga vdekja, do t'ju jap shpresën e jetës së përjetshme. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.